Para kur ishin krye më përpara 13 vjet qeveri, ky nuk na dha çifri të katë. Tani thot ikën gërmis në gjithë. Ku kemi policinë? Neve kemi arë këtu për ata se policët janë fëmijë tanë, djem tanë. Se për ata kemi arë neve, kemi arë këtu të kemi llafit tonë. Për ata konë. Si kemi këtë zona, Gjiri Dalanit? Orla? Gjiri Dalanit është kë? Ai më tanë. Ai më tanë. Ikis Dalani. Dalani? Ai më tanë. Ky është Portunovi thonë bëndi. Ai Dalani gjithandaj. Ai ka marrë gjithandaj. Nga erdhi ai. Per kush e njojë ti pa. Por e di se Po kjo pjesa këtij është e kishës ky ai. Ai manastiri. Manastiri. Këta a marrë veshti, çfarë duan të bëjnë këta? Vash duan të na ndjekin gjithëna. Ton ti çfarë bën Izraeli? Çfarë bën Izraeli? Më lup Palestinën, i ndjek çdo vit më lup, zapton tokat e Palestinës edhe zgjeron Izraelin, e bën shtet të madh. Ja, kështu bëjnë edhe këta. Kështu bëjnë ta. Për të ndjekur neve. Po ky është vend me çfarë të them unë, me mira vjet i kemi edhe këtu. Mira vjet më kemi neve këtu. Edhe merë një fotografi mua. Ja, ty po të marrë. Merë e qoj e tutje. Për çka ke ardhur sot? Ka marrë këtu, nuk e di, kutru. Kutru në ka pru. Kutru? Pra tokën e ka marrë këj, kopani, mashtrusi. Ai duti, kriminali, gjithë të këtë ka përsipër. Ai ka, ku është streon ata? Kryeministri, e Gjrama. Ai streon ato. Ai thot ikën atje, sjell gjithë këtë policinë, gjuna, që do policinë, që do policinë. Policë, vinë këtu për një të bukë, sjell ai gada policisë këtu. Erdhe, a zëndru. Do vish të bësh një tek.
Kam respekt. Edhe ju rroktar jeni. Opa. Jo, nuk shaj. Jo, nuk shaj. Nuk do shaj. Rroktar jeni thosh. Rroktar jeni. Janë rroktar edhe këta me në jo, më pasaj, Po e thon ata. Nuk është kufiri midis Shëbaz dhe Meksikës. Nuk është kufiri midis Indis dhe Pakistanit. Nuk është kufiri midis Izraelit dhe Palestinës. Ky është kufiri midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së oligarkëve. Aty përbanes. Është toka juaj, dem babaden. Toka e shatarëve të Zvërnecit. Është toka e Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë që një qeveri funde krye korruptuar, funde krye që është ulur në gjunjë oligarkëve, vendaset huaj, po merr tokën tuaj, po merr atë dheun ton, po e rrethon me tela me gjemba, po taton me shtetin. Lexova një artikull tek reporteri që thoshte që kanë dalë një 2 a 3 pronarë që kanë marrë gjithë të tokë. Pyeta fshatarë dhe ata nuk janë fshati tonë. Dhe kjo që po ndodh Zvërnec, po ndodha në këndë për Shqipëri. Fshatarët, ata që jetojnë aty brez pas brezi, ata po shpronsohen. Po shpronsohen në mënyrë të palishme, po shpronsohen në mënyrë të pamoralshme, po shpronsohen në mënyrë antikushtetuese, po shpiken pronar nga hiçi në mënyrë që një grusht banditësh, i keni parë kush janë? Bandit zonës, bandit kryeqytetit, oligark, vendas dhe të huaj, janë bërë të gjithë bashkë për t'ju shpronsuar ju dhe për ta marrë të gjithëve ne atë dheun. Nuk është rasti që këtu sot nuk ka asnjë televizion. 5 veta të mblidhen për një protest kot. Në Tiranë do kesh 10 kamera e 5 protestues. Këtu ka qindra banor që kërkojnë drejtë e tyre, jetë e tyre dhe televizion të oligarkëve. Ata që na gënjejnë mëngjes, drek, dark, heshtin gjithandej se këtu kush ka përballë oligarkët vendaset tuaj, kastratin e dreqin diri kushterin, mbyll gojën dhe do të marrë zarfin dhe të pasurohet, po them herë, pasurohet kurrizin tuaj rraftar, madje kurrizin. Hapësirë brananesh, duhet të kthehet pronarëve të ligjshëm dhe duhet të kthehet një orë më parë Republika së Shqipërisë. Keni gjithmonë në krah, dhe po ju them, ta vazhdojnë të luftë se nuk po luftoni vetëm për veten tuaj, po luftoni për qindra mira shqiptarë, që s'po shpronsohen si ju, anën pas Shqipërisë, nga veriu e ju. Prandaj të luftojmë dhe të shpëtojmë sot Zvërnecin për shpëtuar nesër gjithë Shqipërisë. Vendi u luftoi ranë kolat dëshmorët e Zvërnecit është mbrojtur me gjak në 1933. Zvërneci prap unë gritën krat bashk dhe i zor kalin ka frori Azem Pelos edhe nuk e lanë të kalonte.
edhe kjo tani përsëritet prap në kohën e Edi Ramës. Torp të kenë, po zvërneciotët nuk do t'a lënë. Këtë ta din ta kemë të qartë. Bashkohuni me popull si që bës gjithë njerë me një kohë. Jeni popull, nuk jeni oligark. Jeni popull. Heqini robat. Keni frikë të vdesni nga uria, nuk vdesni nga uria. Merrni robat, merrni helini koburen, dani futuar si puna jonë. Merrni kazën në pasën e punoni. Për të rritur kalamajt. Jo duke mbështetur hajdutët. Në ndojqit nga fshati. Në ndojqit për buk njërë tani për nëndiktin për flet. Në ndojqit nga fshati, fillimisht në ndojqit për korën e bukës, tani në ndiktin nga shpit. Edi Rama të dalë në televizor. Të vi Rama të rështeroj. Të vi Rama. Që kjo toka është ati pronarit, ati të korupcionit, që ka marrë përqitjen edhe shteti, edhe vetë kryeministri. Të dali edhe të shëroj gjithë këto Të vi vetë Rama, po pati. Të gjithë dokumentet që janë populli që bëhet. Ata janë e ka reguluar dokumentat, ka stile, ka të vjetë, Hajde, Ό,τι θέλετε. Το ikim ne nga këtu. S'ka shartë, le të vi kompania këtu të bizetoj me neve, qavi në ata. S'kemi problem për bizetuar, ta për jemi të private, ju të fugë shtetit. Kush dërgoj Rama të dërgoj? Fuga shtetit, kjo është për private. Se se respekt, kjo është gardin time. Kjo vjetë në gardin e tjetër. Kjo është për private. Fuga policia, policia dërgoj hajduti. Policia dërgoj hajduti, fuga policia. Kjo është për private. Turku policisë që vjen këtu dhe më roba. Turku për ata policë që më roba para popullit. E nuk e që roba, jeni poshtë. Jemi me popull, jemi me popull. Policia është popull, tur për ju tjeni këtu, tur për ju, tjeni popull, njësë puna jam, edhe ju, nësë është rënë shpituaj, e të dalë shpi, me ro policia të lo shpitënde, nësë rënë shpitënde, edhe tënde, të dini si trimat. Spanaciotët janë shqyq, me zotin Artur Shell, nga një këta janë Atere, zotri, përse thuni tokën, përse nuk prisni të jipet vendimi gjykatës, të jipet e drejta zbërneciotve, që të buajnë taksa, që e kanë den babaden, si që sa Edi Rama, por ama nuk e cilësoj, që kjo tokë është e zbërneciotve. Zotri, në 13 vjetër, zbërneciotët kanë luftuar me Azembellon dhe fituan tokën e tyre. Përsëri do luftojmë me oligarkët e Edi Ramës, me oligarkët e të gjithë llojeve dhe askush nuk do të Toka është zbërneciotve. Toka është zbërneciotve. Toka është zbërneciotve.
Juve, edhe një minut, policia e shtetit, përse keni ardhur këtu? Juve zotrin paguani me taksat e zvërneciotve dhe të gjithë shqiptarve. Keni thurur tokat tona, çfarë po ruani? Se juve nuk përvisni ato gardhen, ato telat me qënë. Neve të vemi në pronatona. Pronatona e në do atje. Ma tanë, që na I keni thurur juve. Prandaj, as do largohemi dhe as do ikim. Duam pronatona. Oligarkët jashtë tokave tona. Jashtë oligarkët nga tokat dhe pronatona. Tokat e zvërneciotve. Tokat e zvërneciotve. Dhe do ngelen jetë të zvërneciotve. Që nga Zoti Rama edhe deri nga Prandaj, tokat janë të zvërneciotve. Dhe emociona daf nuk jeni për Desmet e parardhës me të tyre. Çaj lidh me zvërnecin? Lidhje me zvërnecin, ku I kanë parardhësit? Trami, kuj që Ramos në trami. Trama e trami, të se vajtë trami me helikopteri, ka do të varmi të tërë të qëka. Namu të trami, që ka shkat kiveri? S'këroj popullin këtu, ka ardhur njëri. Policia ka s'kërojne? Ti për tokën time, Ndeja. Se ti për tokën time. Duhem drejtësi. Ka mapur me krau. Qa thotë? Turp të keni. Qa thotë? Drejta jon! Toka jon e 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 drejta jon! Ikni duart nga zvërneci! 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 Ai mora. Jo, e mora. Mira faktur nuk ju vjen. Bashkovni me ne! Bashkovni me ne! Bashkovni me ne! Limoni apri porta, të vemi në toka tona, në temi në toka tona! Na I morën, na I vodhen, ma shkarejnë! E treta jon nuk ka shkaten! 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 Duart larg pronas! Duart larg pronas! Duart larg pronas! Duart larg pronas!
Ka rënë sëmundja madhe këtu. Kjo është sëmundje e pashurueshme. Çuna, kjo është sëmundje e pashurueshme. Do t'i marri të gjitha, nuk do na lënë më, edhe gra do marri, edhe familj. Edhe familj do na marri. Edhe shtëpi. U lutemi mos na arrini, mos na vini dorë. Të kërkojnë të drejtën tonë. U lutem. Ne jemi riskapitur një jetë të tërë, edhe prapë të s'kemi edhe ujë. Vetëm të marrin tokat, shikojnë. Hapeni portën, kalon. Ai që ka zënë. Poxa di Rama, postuesi! Tapi na si plasën do. Ai është një shqiptar të gjyqë. Në të përgjegjen ata zotrinjë nga për pale. Hapni rrugën, hapni rrugën, hapni rrugën, hapni rrugën, hapni rrugën, hapni rrugën.
Ore shuka të fashionere. Qa bënë ju në quat? Të gjithë dëgjuat dje deklaratën e Edi Ramës. Tha janë investitor serios, tha, dhe janë pronarët privat den babaden. Se kush janë investitorët serios, mjafton të lexoni artikullin e Vladimir Karajt dhe do të zbuloni aty oligarkët e mirënjohur në Shqipërinë, njerëz të ngatruar me mafian italiane, gjykatës të përjashtuar nga vettingu, falsifikator, kompani me biznesmen gjoja të vrarë. Këta janë investitorët serioz të Edi Ramës. Se kush janë pronarët e vërtet të kësaj toke, e dini ju më mirë se sa unë. E di fare mirë edhe Mërreci nuk e marri tot! 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 Ama e din, Policia është e shitur! të që po vuani ju sot, të padrejtësi që po bëhet juve, u shbër dhe banorëve të Triollit, u shbër dhe banorëve të Thethit, u shbër dhe banorëve të Bregdetit nga palasa e poshtë. Arsyeja është një. Janë të hotelat me gjëmba këtu. Arsyeja nuk është thjesht grabitja e pronës. Është grabitja e pronës kur ka investitor serios. Kur vin investitor serios, atëherë grabitet prona. Kjo është arsyeja se keni 35 vjet, ju dhe gjithë shqiptarët që endeni gjyqeve, që nuk zgjidhet çështja e pronës. Kjo është arsyeja. Arsyeja është për ta grabitur atë. Dhe unë kam një pyetje për banorët e Zvërnesit, po dhe për gjithë Shqipërisë. Çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë me Edi Ramën, me dikë që nuk është kryeministër? Ai nuk është kryeministër i një republike parlamentare. Nuk është kryeministër, se po që e kryeministër do respekton dhe kushtetutën, do respekton dhe ligjet, do respekton dhe institucionet. A shifri doj tabel këtu? A ka një leje? Kush të leje? Asnjë kushtetutë. Se s'përgjihet shteti për këtë gjë. Edi Rama është uzurpatori i Shqipërisë. Edi Rama është ai që ka uzurpuar këtë vend që nga momenti që e shpalli veten kryetar të KKT-us, Këshillit Kombëtar të Territorit dhe të Ujit. Pra, me firmën e tij ai vendos për territorin dhe për ujin e gjithë shqiptarëve. Është ai mbreti i tokës dhe i ujit. Është ai mbreti i tokës dhe i ujit. Prandaj, pyetja se ç'të bëjmë është ekzistenciale për gjithë ne, se përcakton jetën tonë. Sepse nëse ai na merr tokën, na merr ujin, atëherë çfarë u ngele shqiptarëve? Shumë shqiptar kanë vendosur të ikin nga Shqipëria, dhe të mos e kthejmë kokën pas. Po nuk është kjo zgjidhja. Ne jemi gjithmonë këtu, unë duhet bëj detyrën time si përfaqësues i shqiptarëve në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe shokët dhe shoqjet e mia bëjnë detyrën e tyre për ditë në rrugët e Shqipërisë dhe jemi gjithmonë aty ku ka rezistencë, aty ku njerëzit protestojnë për drejtën e tyre, aty ku një oligark grabit pronën e qytetarit me firmën e Edi Ramës. Pra, ju dhe gjithë shqiptarëve nuk i ngjelet gjë tjetër veçse të luftoni. Të luftoni për të rimar tokën, për të rikthyer ujin. Për të drejtën tonë duhet jemi të gjithë bashkë. Kjo është e vetmja rrugë. Prandaj falenderoj gjithë dhe që jeni këtu dhe herës tjetër më të shumë. Për luftuar, u dalim fshati dhe e vlodhin bishtin në shet dhe iku turku. Qeveria turke. Ata pashtë
Shtoka qytetarëve, Aligjit kalon. Që na kam lënë gjithve, e ke parasysh, edhe ligji është po shynë Remizalin, a kupton dhe me të skenar po ecet nga 30 vjet. Pakën si ka të shi se si kanë shku punët, e si janë punët. Mbështetje këtë hujët nuk do kemi në njëherë, as nga Europa, as nga në një tjetër. E që do të bëjmë venin do të jemi ne vetë. Me sa kam kuptuar, e kanë kuptuar gjithë shqiptarët të gjë, se nga Europa dhe nga shtetet tjera nuk mund të bëjmë dot gjë, a kupton? Ligjet e Ramizalis nuk e ndryshojnë dot pas i ndryshum neve vetë. Unë e di Ramën e kam shumë vështirë me e besu, pse do thoni ju? Sepse shy mandatin e parë ai ka premtuar 24 orë ujë falas dhe ka premtuar shëndetësinë falas. Ndërkohë është mandati 4 dhe si ka bua akoma. Për çfarë do të besojmë për Europën, për milionat euro apo për gjonat e tjera që thotë, e kam shumë vështirë me e besu në të gjoje. Kështu që shqiptarët duhet jenë ato që duhet të marrin frenat dorë, edhe shteti duhet ndërgjegjësohet i çik vetë, sepse jemi shqiptarë gjithë, është kurrizin tonë, është kurriz e kalamajve tonë, të rriten kalamajt me i frym, pse mos rriten me tradicional shqiptar, po jo me tradicional franceza, ku digjon atjetër, që ka qef aventurieri jonë kryeministri. Sot që po flasim. Kita prachtig geworden. Brona jonë e garantuar me ligj. 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 Shteti nuk është mbi pronar. 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 Ja e lati kishë shpita po piso. Piso Ali, te ka dhështë të prostar. Piso! Toka nuk shprandësohet me dekret. Bravo! Nuk i mori Turku, as diktatoria, na i mori Rama, dhe oligarkia. Nuk i mori Turku, as diktatoria, na i mori Rama, dhe oligarkia. Nuk i mori Turku, as diktatoria, na i mori Rama, dhe oligarkia. Nuk i mori Turku, as diktatoria, na i mori Rama, dhe oligarkia. Bravo, Dino. Toka është e jona! 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 Zverleci është këtu! 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 Radhën e parë për muse, pjesa të muse e kanë dëgjuar. Vije pak më afër që të dëgjosh. Unë jam, po a them përsëri këtu. Panerët Subashi, ta dëgjoni të gjithë, sepse merren dhe mos karolëqi. Unë jam. Ish kryetari komisionit ndarjes së kësaj toke. Dakor? Toka është marrë me ligjin 7501. Zverneciotve nuk u keni dhuruar asnjë gjë me këtë ligj. Rregulloj valla. Po ta afroj.
Zërin në projekto. Mos e shtyp betonin. Vajet shtyp betonin. Mos e shtyp. Shtypur. Afër gojë. Edhe do mbajë la. Filloi prapë. Ma jemi të fiskajtë. Ligi 7501 nuk u ka dhuruar as gjefare Zvëneciotëve. Duhet ta dini dhe ju e keni. Të gjithë. Që nga kryeministri që është zero në këtë drejtim. Pantalonat e tika. Do u them një llav vetëm. Në qoftë se është burr të ngrihet atje në parlament e thot unë e poshtë ligjin 7501. Të dali atje. Po a thot shqiptarëve. Po nuk e thot dot ajo. Në qoftë se do të bëj luftë në gjithë Shqipërinë, le ta bëj. Kjo tokë është e Zvëneciotëve, ka qenë dhe do mbetet e Zvëneciotëve. Kushdo që të vi këtu, le të vi të flasi me letra. Na fal që është e pronarë. Kush janë këta? Njëri të dalë memër, kush është? Ta dim neve. Kush janë ata zotërinë që dalin këtu dhe na thonë që toka është e jonë? Cila? Me letra falso. Me gjykata, është bërë një gjyq fiktiv, me një farë faut, si e ka, faika, si e ka, muka, qa, si a i duta, Fuat Muka ka bërë gjyq fiktiv dhe e ka dhënë zotrive. Kështu do vazhdoj Shqipëria për para, do të vejnë Evropë, cilë Evropë? Në Portonov aty me kokë të gjithë, në Portonov, cilë Evropë? Ka Evropa gjëra të tilla? Me gjyqe falso. Me gjyqe falso. Asnjë vend të botës. Turpi botës. Vetë këtu bëhet. Zvëneciotët e thash rast e parë do po a them. Dorsa gjyqet tona e çojnë në shkallë të letrat i kanë të kopsitura sepse kanë tokat e prindërve të tyre. 7501 në Zvënec ka vepruar vetëm në një drejtim. Kanë marrë njerëzit pronën e tyre. Ish pronën e tyre ka marrë. Dakor? Dhe janë plotësuar njëri me tjetrin nga vëllait e motra nga Krushku njëri me tjetrin. Nuk i kanë asnjë borxh qeverisë. Qeveria u ka borxh. E veprimet që po kryen sot. Ka borxh certifikate që si ka 30 vjet. I shkeu nga gënjeshtra. 30 vjet. 10 herë kam bërë letra. Unë. 10 herë unë. I kam quar atje dhe i kam të dokumentuar në shtëpi. 10 herë nga 1 milion lekë. Që në rëzhur atje. Dhe s'ka marrë letra. Pse? Se janë maskarej. Janë ajduta. Të gjithë, ajduta. Gënjej njerëzit. Gënjej njerëzit. Pasë të të gënjej. U thoj që gjoja mbi vendosje. Kush është mbi vendosje? Ti që ke kapelën në kokë, apo unë që duhet vitë ta marrë pia? Më thuaj. Unë jam mbi vendosje apo ti? Ata zotrinj thonë mbi vendosje neve. Të zotërve të madh. Në nëzore dhe ajduta. Në nëzore dhe ajduta në tokat tonë. Prandaj, në përmjet ju është të gjithë këtu që rini këtu, po mos kujtoni se Zvëneciotët janë këta që janë këtu. Zvënecia është 1500 frymë. 1500 frymë. Dhe mund të mbledhi nga gjithë Shqipëria mund të vi këtu. Duhet ta dini. Juve u detyrojnë që vini këtu, bëni punën tuaj, u shkeni familjet tuaj, po u diskriptojnë ata me këto që bëni. Sepse kush është ai larva që vjen, edhe thurë këtën këtu. Aty do vejtë me plazh, edhe familja jote, dhe imja, dhe atyre e të gjithëve. Vjen dhe tuaj. Po s'vin vetë, dërgojmë policia paguaj që dërgoj punë. Ashtu, proni ju veterianë. Gjyqërit e ndërtuan, ne mbroj. Zvëneci është yni. Gjoje të shi. Nga kanë hik vite jetë, një sekund pra të lutëm të shi atë flasë. Nga kanë hik vite jetë, gjyqe, lek, edhe shumë gjojna, për i pa letra, a kupto, për i pa letra. Letrat nuk i morëm, lekët nuk i morëm, pronat nuk i morëm, që morëm gardhin. Morëm gardhin, a kupto. Po se meritojmë pra, së është derdh gjak për këtu.
është dardh gjak me shekuj, jo të shi, me shekuj. A kupto? O gjynoft vitë shit, vi gardë kështu, këtë lloj forme. Keni hallin ju këtu, unë kam vend tjetër me tokat e mija, sot unë vike ju, Provokacja nuk dua. Jo provokacja. E dëgjove zotrin që foli përpara? Për çfarë provokacja më xhaç, për çfarë? Rama ka shfaqësuar me që kemi marrë tokat. Nuk e di. Si bëhet pronar tjetër pa? Të ruaj pronën e doli burrdarja. Nuk e kemi shqiptar. Da doli pronar. Pronar, jo pronar. Pronar, ajo. Pronar. Ore, pronar ka qenë vandalli. Pronar jetim, unë gjithë këta. Por ata që janë pronar, që thonë jemi pronar të kësaj tokës këtu. Ku janë të vinë këtu? Të insistojnë neve që jemi pronar të tokës. Të vidhe ata të thonë që janë toka është e imja. Ku ka në njëri nga këta, për faktisht në jemi më shyrë këtu. Të vidë thot që këtu vllati është toka ime. E kam me ligj, e kam nga këtë tapi. Si që po vim ne, të mbështesim të drejtën tonë. Të vidhe ata që janë drejtë të mbështesim tokën e tyre. Me që thonë që është toka jona ajo, që kanë thurë. Ne s'kemi fuqi të thurit toka tona. Ata kanë fuqi të thurit që i ka tokat të vjedhura. Ka në një filozofi të madhe. Shi qa bën policia, shko qa bën policia. Policia! Ha policia, rri polici, rri. E morë zvarë. Shefi, e morë zvarë dhe shefi. Zvarë, shefi, zvarë. Zvarë, shefi. E morë zvarë, shefi. Zvarë. Kali, baba, do kësej. Do imam na mi paj. Do kësej, do mi paj. Policia, si e mbroj qytetari! Zvarë qytetari e dje! Este turpe të broni këta! Este turpe! Që s'futet policia nga ndera! Policia që s'futet nga ndera! Policia futet nga gardi! Policia futet nga gardi! Ne ka Shef! E nderuar shef! Por, qa bëhet duhe? Shunut nga dera ti? Të shunut nga dera? Te morë zvarë dhe? Nuk e di këta bodyguardët që janë. Po sigur të në vrarë dhe? Që në blok policia qytetari, ja! Nare, ja, unikartët! Unikartët!
Policia shtetit që mbron dhunusin. Policia shtetit që mbron dhunusin. Shtur! Policia shtetit ka rryer një zhvillësion. Ata po dhunojnë në policia BCI. Qëllojnë në grushtë. Ata gjysëm të zinjë në ndjesë, sigur janë ka qakë. Qaka jeni. Nuk jeni turpe. Lajnë ju ajshme. Qa më nëzë, sigur janë kështjera. Silni djali. Në tregora një sekund, kanë të drejtë paguajnë, jo nuk kanë të drejtë. Nuk kanë të drejtë fare. Policia po të ngazhojnë të trajtojnë. Kështë ai djali, kështë ai djali. Ai djali nuk është djali. Policat privat kanë marrë gardë individ. Për çfarë ju nuk policia? Policia privat ka drejtë të marrë zvarr. Me taksat publike shqiptar. Shqiptar janë ka program, jo për të luajtur gardhët. Çfarë Edhe me familjarje. Se ju toni në gjuni me gura, pse toni me qaka? Jam unë organet kompetente me ta zjarë në të indikatorë. O, ke marja të unë, kjetë drejtë, po përta qa unë. Bëj një pyetje. Unë jam Shumë kapim, më duket juve, shumë kapim për që mua djali. Shumë kapim. Shumë kapim. Policia. Të vritemi, ne ardhëm të futemi në kemi të drejta, futemi në tokën tonë. Mësojnë ka kanistejat, kushet! Mësoj mos si keni më të qime rëmbi, një protestus! Mësoj pak, si mund të rëmbeni! Policia është punën e tu! Policia, kujdeset
për dhunimin e qytetarëve. Se nuk e të shtojnë të ju për e majnë andej. Policia kujdeset për dhunimin e qytetarëve. Brenda apo jashtë gardit. Detyra e policisë është të ruaj qytetarin. Paguhet të ruaj qytetarin. Brenda dhe jashtë gardit. Policia paguhet për të ruajtur qytetarin. Paguhet për të ruajtur qytetarin. Qytetari merret pekë. Brenda gardit. Po se në shohët nuk pikim që kune. Çau bëri, kuaj, çfarë bëri? Policia ka të drejta, respond këtë doj. Se mora të marrë studën e dunu. Këtu jemi prom publike, këtu jemi prom private. Prona private, gardi, prona publike, ja, kufiri. Këte kemi polici private, këte kemi policinë e shtetit, gardi. Policët e shtetit janë gjithë identifikushëm, policët privat asnjëri nuk është i identifikuar. Madje janë të maskuar. Neve si kjo vajza këtu. Ma gjopar. Ju lutem, pajtore, jo dur. Unë janë ju lutem. Moj quajtët në burë, ka burin kokë. Ju lutem, vazhdoni. Ju lutem, më keni gjujt me gurë në kokë. Ju harrosët e Shqiprin t'i thuaj guri, kujt po i pras njeriu për gurin tënde. Ore vodhët e Shqiprin eri. Qa prego mua di guri? O kriminella, o po i cop duke vini këtu e keni sjedere. O nuk e dini që e Shqipria eri. Ju ka fol babaj mamaja në i lafe, e? Ju ka them babaj Shqipria që eshte, e? Ju ka thener, apo ju ka dhe vetëm ha buk, e? A qia, ro, qa njerës, po qa ka vajza, ju dojnë ja dini ju për vajza për njerës, e? Po bull shtije, ka që tremare, që më ka dhe të bolin atë. Djali, më dhe fjali. Djali, nuk doni, ikla. Policia ruan gardin. Policia në ruajtje të hapësirës publike para dhe hapësirës private pas gardit. Shefi, futu nga gardi, shefi. Futu nga gardi, shefi, mat. Shefi, mat. S'futet do të policia këtu nga dera. S'futet. Policia s'futet nga dera do të. Policia. Që na mbron. Futet nga dera, hajde gardi. Policia futet nga gardi, jo nga dera. Hajde, qa gallate. Policia futet nga gardi. Policia kaloi gardi. Kapele nuk arrestohet. Policia është e ligjshme. E ka marrë zvarë. Bravo!
Ja. E mor zvar. Hiç asje su bazke. Jeni vëllezër tan. Izrael, Shqipëri. Firë jon, Izrael, Shqipëri. Izraelitët janë aty. Shqiptarët janë tu. Çaj për jo polici. Po grabitje e Shqipërisë. Po grabisë e Shqipërisë. Policia, me çfarë ligji e rrëmbyen? Me çfarë ligji e rrëmbyen protestuesin? Me çfarë ligji po rrëmbyen protestuesin? Me linjën e rrugës. Hajde në komisariat. Po do vi komisariat, po ju lutem më tregoni këtu. Me çfarë ligji kanë rrëmbyen protestues? Një grupim njerëzish me kapele dhe kapuç kanë rrëmbyer. Ma shpjegoni shef policie, ma shpjegoni me çfarë ligji kanë rrëmbyer. Ma tregoni me çfarë ligji e rrëmbyen gangsterët me kapele dhe kapuç. Me çfarë ligji e rrëmbyen protestuesin. Nga porta polici. Nga porta polici. Zoti polici, futu nga porta. Policia, sfutet nga porta. Ju nga gardi policia. Ju nga gardi. Apo oligarkë. Policia ju nga gardi. Ta tregoni të jemi qartë. Shefi ju nga gardi. Ne do t'jemni, ne do t'jemni. Ha? Ne do t'jemni. Ju e Policia ju nga gardi. As këtu sfutet policia. I që oftë në mesteri dhe identifikava im. Se sfutesh nga porta polici. Zoti polici, se zhyj nga porta. Se zhyj nga porta. Unë jam qytetari. Po i ka shkolla tjetër të bibi. Jam kontrollor e sigurisë, gazetar, i ka shkolla. Ju nga porta ti, ju nga porta, ti nga gardi ti. Po flas privatisht. Mund të mos privatisht çka ke këtu. Jena ambient publik dhe unë. Çka si mund të tregon më po sa duash. Posh kriminele, posh kriminele, posh kriminele. Ju nga gardi policia. Posh kriminele, posh Të goditën? Juve nga po merrni. Nga duash ti jam. Këtu ka bura në Vlorë. Po. Edi Rama është një sportjak i trembur që ka frikë të dalin nga zyret e tij. Populli shqiptar ja ka arritur qëllimit sot më se kur që ai do ikë si Pinocheti. Natën, me gjitha Berisha. Na masakrojnë me fuqi, i ka ardhur fundi. Policia nuk ka faj. Pse nuk hyn nga porta policia? Policia nuk ka faj. Ka atë detyrë. Ata më qelluar, sepse atë detyrë kanë. Tash i policia të mori nga gardi ty? Më qelloi, shiko si jam. Që zvar. Shkoni. Unë nuk e vë dot me policinë. Po politikë e vë. Ai po kështu atje, na filmon ai po kështu. Po filmoj ato do bëj. Aty do vazhdoj të kishte më. Filmoj çfarë të thë? Jo, se ata po kështu atje. Po po gjotën. Tash
Po idiot, tash e ka ti? Jo, nuk ka kapu me kohë. Mos se po i qëzojmë. Je po. Je frika sa? Ulu. Jeni policinë e shtetit! Ule. Jeni hull! Nuk ku vjen turp! I lejoni ata me na këtëllut ne! Me na gjuajt ne! Ne ju rrini si hull! Duhet ta mbrojmë vetë tonë! Duhet ta mbrojmë vetë tonë! Nuk ku vjen turp! Ule. O ju plera që mdoqët sytë! O kryshtë e Mosadit që mdoqët sytë! O flera panubra që fshilja ty se trasarë! Kujdo se do verboni! O ju! S'po ja u them atë! Edhe paradoksi kësa historie, vjen pak i goxha! I trajnuar për të pasuar sytë! E djekë! Nga Mosadi vjen dhe për pasuar sytë! I gazetarje. E kuptoj që ato në arëtuje, ata janë 2-3 gazetarë veqër këtu vëlla. Edhe jemi atësy atyre gazetarëve, tupës jo vjetë. Dela për ju. Profesor Hapis. Që me thërë nga s'kadëme. Qa patronazhis ka ty breke po trestusit? Qysh pa ja patronazhis duke na bo foto? E kanë mysh spionat, vetëm spiona ka këtë. Vetëm spiona, vetëm anti-shqiptar. Vetëm krima ka këtë. Vetëm krimba. E kanë myth krimbat për i copë robë për 500.000 lek. Tu të shesin familjen, i shesin gjithë. Shef policie që nga tregoj ligjinër. Si mundet tjetëri ta afilloj ligji tjetë i maskuar me kapele, me 6 metra muskuj që të rëmbej protestus, të hep sprej syve protestusve dhe gazetarve. Tjetër gjë, të marrë dhe të shëndoj me familje dhe me nënë protestusit. Kush janë këta vë, qa ligji, më na tregoni vë ligji nëre. Ligji në, qa dun këta këtu, që o shëndojnë. Ku është ligji vë? Kriminella! E kanë përgjujnë shteti ka kriminella! Ke oligarkët! Ripalitit s'ka qa me po për papë kriminellit! Kriminellit me kapele! Uene i e ho! Ka marrë qitë droga
gjithë Tiranës! Edhe kriminalat këtu! Gjithë droga gjithë e kriminala! Mafiosa! Rri faliti si u gardi për balë kriminali! Tramba, za shumë rëndjeli. O, Karagjosa! Ju janë e Karagjosa! Qërë përket! Oj! A ka ngritë mo gjak shqiptari. Ой,
Vim për akën tonë, vim për tokat tona, vim për të drejtat tona. Juve këmbroni, ku është policia për neve? Ku është Perëndia? Vetëm ajo është për neve. Kurse juve jeni për ajdutërit. 100 civila, 500 policë. Çdo me thënë, që të mbrojet ai që nuk ka, ai që të ngrëri viljat, të mbrojet i vafëri, ai që pret diçka nga jo tokë, që të vi një ditë që ta sheshi, që të bëj diçka, të ndërtoj diçka, të larguar janë të gjithë fëmijë, e mi ngelur vetëm neve plekët këtu, edhe neve në qëroni, u qërofshim ata që na e odhën të dy shiti kanë të operuara, edhe me më blokon. Vim për ty ti podoj. Qafi tu, digme në për. Erdi në njeri tu. Për erdi në njeri tu të skaloj. Erdi në njeri tu. Kalli. Po te këti, koj mërës. Koj, qa do për mërë? Qa do për mërë? Dhe zakaret i komunës edhe qeveria e Florës nuk herdi asnjëri këtu. Edhe kamera nuk punon. Edhe kamera. Turp të kenë. Se janë të bashkuar të gjithë, i ndajnë ato që shesin, i ndajnë të gjithë bashkë. Prandaj, do vi një ditë, do vi se s'bënet. Dhe policinë e ka bërë me meqe të gjithë policinë. Nuk flet njëri, vetëm me dorë, jo me gojë. Nuk del një, nuk ka një burëri, që të thotë njëri, oje kini akë. Nuk ka plet që janë në mosë, nuk ka pensionista që janë në mosë, lërmën në ambulansë. Ta ka njerur se ka la majtë ndojshën, ta ka njerur. Mua më qëlloj. Po mbrojnë tokën andi nga ne, nga ti. Mbrojnë tokën time, dhe më qërojnë mua. Mbrojnë tokën dhe qërojnë mua. Tu vi turp pra, se ata janë për shtetës i shqiptarë, për drejtën tënë. Tu vi turp. E drejta jonë, vetëm të në ndimoj Perëndia la. Pa qeveria ka ikë. Ka baruar. Kush? Unë nuk i thash as i shtyva, as i pushtyva, po për atë zhagari në ndje që më qëroj, që u frikësua nga mua. Është qarë në kokë tjetër, kanë gotitur në kokë. Po vjen ambulanca. E kush e njoftoi? Allah ta mëson. Kush është? Morë djali zvar, zvani, qurë
Ka të vini jure, Vajtjeli? Ku të vini? Ka të vini jure? Ku të vini të më vini? Tu është policia, ku të vini jure? Jo, jo, të prisni këtu, jo, të jekni në shërë, qa do të vërë. Këtu i temi! Këtu ja! Jeri këtu e këtu është policia! Është i pavarur. Po, nuk i lën shefa. Ta u kapën me neve, llogaritë ç'a bëhet me. Jemi në një zonë të mbrojtur. Po i referon profesor Lavdoshi. Po. Ferune. Çfarë ndodh me këtë zonë të mbrojtur që janë 220 specie po, që rrezikojnë, që janë jetojnë këtu dhe janë të rralla, specie të rralla, ta theksojmë. Atëherë, meqense sot duam ta përmendim, sot ndodhemi në Zvërnec, në Porto Novo. Për çfarë besoj jam mbledhur të gjithë këtu është për të protestuar kundër plaçkitjes së pronës publike, edhe asaj private, edhe për t'ia dhënë dikujt që ne as e njohim, as është bërë, nuk ka një pikë fije transparence në lidhje me këtë gjë, sepse kryeministri përmendi dje që ajo është pronë private e shitur privatit. Por kryeministri harroi të thoshte që kush ishte privati nga cilit i ishte bler prona. Nuk është bërë transparencë. Këtu nuk ka asnjë pikë fije transparence, që do të thotë që e gjithë kjo zonë po plaçkitet, po vidhet, po zhvatet. Ky është një krim jo vetëm mjedisor, jo vetëm domethënë ekonomik ndaj pronarit, por është edhe një krim kombëtar. Sepse po lëshohet prona si një plaçkë, sigurisht, domethënë ka plaçkë mes hajdutëve, plaçkë mes zhvatësve. Prona e cila është prona e popullit edhe pronë publike. Përkundër të tjerave, duke shtuar edhe këto, zona mban statusin zonë e mbrojtur. Siç e përmendëm në fillim, janë 230 specie të rralla, të cilat jetojnë janë të rralla, domethënë specie rrallë e kupton çdo kush se për çfarë bëhet fjalë. Po, peshqet, ke lloje të ndryshme amfibësh, po. Atëre, çfarë do ndodh këtu? Do të ndodh që nëse këtu fillon zhvillimi, dhe zhvillimi këtu nuk bëhet fjalë për zhvillim duke respektuar rregullat mjedisore. Këtu bëhet fjalë për zhvillim me beton dhe siç e shikojmë me tela me gjemba. Këtu, domethënë, nëse shohim tela me gjemba, do të thotë ose do të ndodh genocid, ose do ndodh krim, ndodhin krime. Kjo ndodh vetëm në luftra. Të tilla rrethime i shohim vetëm nëpër kampe për qëndrimi edhe në luftra. Ne, domethënë, Shqipëria sot, Vlora sot është në luftë.
Atëherë, si mendon ti, si do vazhdoj të reagoj komuniteti? Jo vetëm komuniteti këtu i zonës, por edhe zyrtarisht, po themi në shoqatat midisore apo palët interesuar, qytetarë thjesht. Atëherë, ne si organizat, Qendra e nismave qytetare për mbrojtjen e mjedisit, ne si organizata, më saktë se tash organizat, si organizata dhe grupi për grupi i Vlorës, i organizatave të Vlorës, e ka nisë që prej fillimit unë jam gjithashtu aktivist i këtyre protestave, duke përfshirë tecin e anjet lundruse, anjet hajdute, që do të thosha, që deri më sot janë kosto mbi xhepat tanë, mbi xhepat e buxhetit të shtetit, por që reflektohet te xhepat e qytetarit, te xhepat tanë, te xhepat e popullit. Kosto prej 2 vitesh tashmë, e më pak, kosto prej 70 milion eurosh. Qera që ne ja paguajmë dikujt që nuk marrim asnjë lloj prodhimi. Domethënë, grupi i Vlorës ka reaguar dhe është një grup që do ta thoj edhe grup reaksionar, që është të paktën ngrihet, flet edhe proteston për padrejtësitë që ata shohin dhe ata mendojnë. Neve jemi bashkuar, gjithashtu si organizatë jemi bashkuar këtij grupi dhe sa herë kemi protesta jemi bashkangjitur. Gjë tillë që më ndodhe sot. Ti si pjesë e përthemi në shoqata midisore, si mendon këtë pranit policisë sot? Për çfarë arsye vjen ka shumë policë, ndërkohë që aty u fut para pak një qytetar nga gardi dhe policia vetë u fut nga gardi. Pra nuk u fut nga porta kryesore. Si e shpjegon këtë nga ana juridike? Tani, mbi ligjin e policisë shtetit për pjesën e ndërhyrjeve, sepse varet, neve këtu jemi turma dhe turmat pastaj ndahen në 2 ose 3 lloje, turma të organizuara, turma të spontane dhe ose turma të armatosura. Të armatosura duke marrë të gjitha këto pjesë armë. Okej. Po e vetmja armë që mund të kishte një qytetar këtu ka qenë një shishe ujë. Në këtë rast, në këtë pikë, policia e shtetit duke vënë edhe në anën tjetër të gardit janë 2 kompani të shërbimit të sigurimit fizik. 2 kompani dhe unë do ta cilësoj edhe policinë e shtetit mbrojtëse të këtyre shtojtës të këtyre 2 kompanive. Ato janë palë mbrojtëse e 2 kompanive të shërbimit fizik. Këtu po përdoren qytetar, po përdoren të rinj për të marrë tokën publike, pronën publike si plaçk për ta vjedhur. Ai po i del qytetarit dhe pronarit, po i del kundër për të mbrojtur pronarin e vet. Ndërkohë qytetari po humbet pronën e vet. Edhe do të thoja që në këtë rast policia e shtetit po mban palën e oligarkëve dhe jo palën e oligarkëve pa emër, sepse oligark mund të ketë Shqipëria dhe i përmendim sa të duash, po oligark pa emër sepse këtu nuk ka një leje ndërtimi, një leje shfrytëzimi, leja mjedisore që është më kryesorja në këto raste, në këtë zonë. Leja mjedisore nuk është cituar, nuk është bërë transparente në asnjë vend. Siç e përmendëm edhe në fillim për fjalën e kryeministrit që tha toka i është bërë privatit për privatin. Por harrojmë që kjo është pronë publike dhe zonë e mbrojtur. Harron kryeministri i dashur. Fundi fare për qytetarët. Atëherë për këtë rast, por edhe për raste të tjera që unë parashikoj që këto do të jenë precedenca për raste të tjera për t'ia vjedhur pronën publike, pronën qytetarit, pronën pronarit edhe për t'ia dhënë dikujt të panjohur. Do me thënë vetëm me fuqinë e pushtetit dhe unë do thoja që me fuqinë e rishfetit, jo të pushtetit, këtu i merret prona pronarit edhe pronarit edhe më të lishëm që është populli. Pronën publike, të zhvatësh pronën publike dhe t'ja japësh privatit është mëkat. Është mëkat. Unë do t'i drejtohesh kryeministrit. Vetëm me një fjalë. Për pjesën që ka 2 fëmijë, Gregun dhe Zaun. Do t'i thoja që a do të donte kryeministri t'i trashëgonte beton Gregut edhe Zaos, apo do t'i trashëgonte dhe t'i linte trashëgimi këtë bukuri të rrallë natyrore, këtë pasuri kombëtare. Do t'a donte, nuk dua të ta shtoj më tej, po faleminderit.
Që thot Edi Rama, sot është toke Dem Papardeni duam neve si Zbërnec. Dem Papardeni është Zbërneci këtu. Është Zbërneci, nuk ka natë, nata është natë, Zbërneci është Zbërnec. Ju lutemi, ma hapni portën të vete të tokat e mia. Kaq. Se është rrethuar, çka ka ndodhur? Ju lutem, ma hapni portën, ne kam marrë tokat e ma hapni portën të vete të tokat e mia pa bërë as këtë as atje, do vetë tokat e mia. Do vetë të lajmë edhe në të. Deti Gjiramës të vetëm mbytet. Po nuk ka pushtet, pse ka me policina? Deti Gjiramës. Këtë nuk e kuptoj, çfarë po bëni? Çfarë keni dhënë për tokën time të vetë të tokat që kam atë? Unë e di, ma fillojnë për kamerën për atë që se di. Tregom se jemi këtu. Si jemi këtu? Jemi për të bërë tek tokat tona. Zbërnet. Këta e dizajnë ka polica, janë se belat e Edi Ramës. Janë se belat e Edi Ramës. Edhe janë pronarët e tokave, të ishin këtu. Po kishin byth me nder ju shtë gjithë. Që janë këtu ata pronarët e tokave të vinë këtu me neve. Ata që janë pronarët tokës të jenë këtu. Kanë byth të vinë këtu. Dali njerë me ta, ka bura. Ure po kush është? Po nuk i nxjerrin. Po të rekta që vinë këta, që bajnë këto kapelet. Kush janë? Ure kush janë? Ure nuk ka faj ata. Janë 10 nënave. Marim rogër. Ure kush janë? Ata njerëzit që nuk e din çfarë. Ata që tha Edi Rama Dem Paparden. Neve jemi Dem Papardeni. Ose kanë ardhur. Nuk kemi asnjë punë me ta. Ta asta erdhën me vranë, asta erdhën me politë. Janë në fshat. Janë në fshat. Hapeni portën, ju lutem. Në mënyrë paqësore. Të bëjmë, o zotëri. Nuk është unë nuk dalë. E po dhe mund të dyën portën. Atë të kejtë. Presioni si e fasit e... Ja, kush është këtu? Se sa të vi unë që këtu, dëgjon, sa të vi unë... Pa filmin tim e bërë zbere. Që mua të... Është qarkullim. Mirë. Telefon besës nga është besë.